Po për Zotin, nëse njeriu e merr borxhin me niyetin, me qëllimin, me la borxhin pasha Zotin, bëj be. Nëse njeriu e merr borxhin me niyetin, me qëllimin që ja Rab ndihmon, o Zot ndihmon ta kthej këtë borxh. Po për Zotin, Allahu subhane gjelle gjelalu ka vetë abot mundër ta kthesh borxhin dhe Zoti do të furnizoj ka sta pret mendja ty, sepse ti ke frikë borxhin ta mbash. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Rabbul Alamin thotë dhe kush e ka frikë Zotin, dhe ti e ke frikë Zotin ta mbash borxhin. Hakun e tjetër kujt, është haki tjetër kujt, nuk është e jotja. Nuk është e jotja dhe kemi thënë që hakun e tjetër kujt, Zoti ty nuk ta fal as mua as kërkujt, nuk ja fal Allah azza wa jall hakun e tjetër kujt. S'është dirsa tjetër kujt. Dhe Zoti është i drejtë, Zoti nuk bën pa drejtësi. Dhe Allah azza wa jall kur thot: "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib", dhe kush e ka frikë, para të kesh frikë Zotin, nëse e ke frikë Zotin, thot Rabbul Alamin ka premtuar diçka. Çka të ka premtuar? Yarzuqhu min haythu la yahtasib, ka me të furnizu ka sta pret mendja. Ka me të furnizu ka sta pret mendja ty. Prandaj momenti që ti e merr borxhin me niyetin me la borxhin dhe mendimin pozitiv që Allah azza wa jall do ndihmoj, dije se për Zotin Allah azza wa jall ka për të ndihmuar.